mas dersësh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do ta komentojmë surën Ash-Shams. Allah subhanahu wa taala pasi thot Bismillahirrahmanirrahim, vazhdon e thot wash-shamsi wa duhaha. Pasha diellin edhe pasha dritën e diellit. Pa duhaha është shkëlqimi apo drita e diellit. Allah subhanahu wa taala betohet në diell, nga se dielli është prej shenjave i provave madhore që tregojnë për ajeteve të mëdha që tregojnë për përsosmërinë e forcës të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ashtu tregojnë për përsosmërinë e dijes edhe mëshirës së Allahut subhanahu wa taala për robët e tij. Nga se Allah subhanahu wa taala ka bërë që këtë diell ose pe këtij dielli me pas dobi të shumta njerëz. Po mjafton fakti që kur lind dielli atë njerëz kurse në energji të mëdha ose pe diellit përfitojnë energji të mëdha. Ai cila llogaritet me miliarda dollar ose miliarda, do thot euro kështu më radh. Pastaj dihet nxehtësia e diellit që bën tokë, çfarë dobi e ka. Do të thonë soi pjekën frutat, do ndalin bimtë kështu më radh. Edhe dobi tjera të shumta të cilat do thot mundet me ditë ose i din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Na këtu do t'i përmendim gjitha ato, nga se do thot ata që merren me astronomi ose me gjeologji i din dobit e diellit edhe nxehtësisë apo dritës diellit. Mirë po, çdo kush i cili lexon rreth dobive që përfitojnë njerëz prej diellit, prej dritës së tij edhe nxehtësisë diellit, ai shtohet bindja edhe më shumë që vërtet dielli është i shenjave madhore që tregojnë për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu është pi mirësive. Pi dhuntive të mëdha që Allah subhanahu wa taala i ka lënë në dispozicionin e njeriut, pra ka nështruar për njeriu. Prandaj edhe Allah subhanahu wa taala po betohet diellit. Po të wash-shamsi wa duhaha. Pasha diellin edhe dritën apo shkëlqimin e diellit. Wal qamari idha talaha, sot edhe pasha hanën kur e ndjek diellin. Do disa dietar ka thonë e ndjek diellin në lvizje. Kurse disa tjerë ka thonë e ndjek diellin sa i përket shkëlqimit apo ndriçimit. Përderisa ajeti i përmban këto dy interpretime, atëherë do të interpretohet me dy jetë, që kemi thënë shumë herë, që parim ose rregull në komentimin e Kuranit është që nëse një ajet i mban ose i përmban dy kuptime, dy domethënie, të cilat nuk vijnë kundërshtim me njëra tjetrën, atëherë duhet që me dy jetë me interpretuar ajetin. Pasi kështu i dhajna një kuptim më të gjatë, edhe më gjithëpërfshirës ai fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Pra çka është qëllimi? Që hana ndjek diellin në lvizje, po e shohim që për çdo ditë hana vonohet nga pak prej diellit. Për shembull, në fillim të muajit hana është në perëndim diellit. Pra hana e re, në momentin që perëndon diellin tokët. Pastaj duke shkuar nga mesi i muajit ajo shkon duke u larguar. Pra kur lind hana lind më larg diellit. Derisa në fund, do thotë në fund të muajit, hana duket krejt ka te lindja atje. Pra është shumë larg perëndimit diellit. Pra çdo ditë hana pra lviz edhe vonohet prej diellit. Ose, që është thamë, interpretimi tjetër është që e ndjek diellin në shkëlqim apo në ndryshim. Nga se kur perëndon drita e diellit, atëherë vjen drita e hanës. Sidomos në çerekun e dytë dhe tretë muajit. Po ndryshimi i hanës është shumë i fortë. Kurse sa i përket 7 ditësh të parë dhe 7 ditësh të fundit, atëherë është më i dobët. Sidoqoftë, do thotë këtij interpretimi kuptojnë që shkëlqimi i hanës nuk mundet më ardh pa perëndu dielli. Pra kur perëndon dielli, atëherë pason hana dhe del ndryshimi dhe shkëlqimi i saj. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala këto ajete. Pra Allahu po betohet diellin, nga se dielli është ajeti apo shenja e ditës, kurse betohet hanën, nga se hana është shenja e natës. Pastaj Allahu vazhdon thotë an nahari idha jallaha. Dhe pasha ditën kur e shfaq ato. O lejli dhe yakshaha, edhe pasha natën kur e mbulon ato. Edhe këto vijnë dy jetë përballë njëra tjetrës. O karshi njëra tjetrës. Qëllimi i ditës që e mbulon atë, çdo Uthejmini është që e mbulon vërtet që e shfaq, atë është për ditën, domethënë që e shfaq tokën.
Po kur vjen drita e ditës, atëherë shfaqet edhe doket ajo që është në tokë. Pra e sqaron, e bën qartë. Me dritën e diellit, atëherë shfaqet edhe bëhet e qartë ajo që është në tokë. Kurse nata, thot Allah subhanahu wa taala, "Wa layli idha yaghshaha", dhe pasha natën kur mbulon atë, pra mbulon tokën. Pra nata mbulon tokën sikurse një rrobë e zezë e cila vendoset mbi diçka. Kjo përpara nështë takon që të shekë themini pak problem, po, mirë po sot është e mundshme, për shembull kur njëri fluturon me aeroplan, kur është duke do thot, nëse është dielli ende, po s'ka perëndu, atëherë është ditë për mbi tokë. Mirë po momentin thot kur perëndon dielli në tokë, bëhet do vendoset errësira me tokë, ai që e sheh pinaltit, pislarti, do në tokë sikurse po vendoset në rrobë për mbi tokë, një rrobë e zezë. Edhe pse thotë të ky s'ka perëndu dielli ende, ai që është lart ende s'ka perëndu dielli. Mirë po në tokë thotë ka perëndu edhe tokë sikurse po vendoset në rrobë e zezë për mbi tokë. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë është betu natën e cila e mbulon tokën, pra mbulon sikurse rrobë, sikurse rroba. Pastaj Allah vazhdon thotë was-samai wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha. Pasha qiellin i cili është i ngritur, edhe pasha tokën e cila është e shtruar. Po është qëllimi, Allah subhanahu wa taala pra dietar ka thënë që kjo wa ma banaha, që kjo ma është ma masdaria ose ma e infinitivit. Po qëllimi është pasha qiellin i cili është i ngritur lart. Allah subhanahu wa taala po betohet në qiellin, nga se qielli është një krijesë e madhe e Allahut subhanahu wa taala. Allah ka ngrit lart edhe shumë i gjatë. Po është do thotë i fortë, Allah subhanahu wa taala ka ndërtu fort. Do thotë edhe cilësia apo atribute tjera qiellit që tregojnë se vërtet qielli është pishenja e të Allahut subhanahu wa taala. Pra Allah subhanahu wa taala qiellin apo krijimin e tij na ka përsos. Që është thotë Allah subhanahu wa taala në surën Mulk, "Wa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut." Nuk mundesh me gjet në krijimin e Allahut subhanahu wa taala ndonjë mangësi, ndonjë cen. Farji al-basara hal tara min futur. Prandaj thot hedhë veshtrimin qiell apo është ai plasariti aty. Thumma rji' al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'a wa huwa al-hasir. Sa pasaj hedhë shikimin prap në qiell. Thot komo të kthy ty shikimi në kundërtën edhe i molepson, po i lodhon. Po njeriu sot që arrin pikë teknologjisë dhe mundet me arrit me pa, do të përmes teleskopave të mëdha. Prapse do thot shikimi i tij na ka më kthy mbrapsht, edhe do thot ka më kthy molipson që thot Allah subhanahu wa taala. I përulë dhe molipson, do thot i lodh. Nuk ka mundësi që me pa deri në fund, do thot atë çka është në univers. Edhe vazhdon Allah subhanahu wa taala thot wal ardi wa ma tahaha, pasha tokën e cila është e shtruar. Pra qëllimi është i shtruar që Allah subhanahu wa taala tokën nuk e ka bërë as shumë të butë, as shumë të fortë. Pra as nuk e ka bërë shumë të butë, që mos me qëndru komtë, po as nuk e ka bërë të fortë, që mos me mujë njeriu mes mbi të. Por tash për të fortë. Mirë po Allah subhanahu wa taala tokën e ka bërë mesatare. Që njeriu pasaj me pas dobi dhe interesat shumë të api tokës. Pra edhe me esmit, edhe me mbjell tokën, pasaj me livru tokën e kështu më radhë. Me mbjell aty, pasaj që bin me korë ose fruta në mimon e kështu më radhë. Pa Allah subhanahu wa taala ka bërë tokën përshtatshme. Pra ka bërë drejt, rrafsht, e ka bërë për njeriu. Pra as nuk e ka bërë shumë të fortë, as nuk e ka bërë shumë të butë. Kjo është kuptimi i ajetit. Edhe pse ndoshta në disa vende toka është e fortë ose në disa vende është e butë, mirë po shumica e tokës nuk është e këtij. Kështu që ajo gjykohet në bazë shumicës. Pra Allah subhanahu wa taala po thotë që wa ma tahaha, kuptimi i saj është që Allah subhanahu wa taala ka bërë tokën përshtatshme për njerëz me jetun tonë. Edhe vazhdon Allah thotë wa nafsi wa ma sawaha. Edhe pasha shpirtin edhe atë që përsosi atë. Allah subhanahu wa taala to po betohet në shpirtin. Edhe pse është po betohet Allah subhanahu wa taala në shpirtin, po fjala është njëjës, qëllimi është se Allah subhanahu wa taala betohet keq shpirtin. Po keq shpirtat që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Po qëllimi është përgjithësimi. Allah subhanahu wa taala betohet në çdo shpirt. Wa ma sawaha, dhe që Allahu subhanahu wa taala e ka përsos krijimin e shpirtit. Dhe e ka përsos natyrshmërinë e tij.
Pra Allahu subhanahu wa taala ka përsos krijimin e shpirtit ashtu që ka përsos krijimin e çdo gjëje. Pra çdo gjë Allahu subhanahu wa taala ka krijuar në atë mënyrë që më përshtat gjendjes ti ose në gjendjes saj, të asaj gjë. Që thot Allahu subhanahu wa taala alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah është ai i cili çdo gjë ja ka dhënë krijimin e tij, pra që i përshtatet çdo gjë. Allah subhanahu wa taala e ka përsos krijimin. Ja ka dhënë krijimin ashtu që i përshtatet. Thumma hada, pastaj atë ka udhëzu. Pra ka udhëzu e ka drejtu drejt dobive dhe interesave të tij. Po çdo kush që lind edhe vjen, edhe do thonë ekziston këtë tokë, e din ku mi lyp dobitë e tina në këtë dunjë. Allah subhanahu wa taala ka udhëzu, ja ka treguar rrugën çdo kujt. Prandaj edhe këtu Allah subhanahu wa taala po betohet në shpirtin, edhe po betohet që Allah subhanahu wa taala ka përsos shpirtin. Po qëllimi është ta me ka përsos krijimin e tina, ka bërë të përshtatshëm, edhe ka përsos në atë kuptimin që do thotë ja ka dhënë natyrshmërinë, sidomos tek njeriu. Pra Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që çdo njeri kur të lind me lindë natyrshmërinë fitra. O me besu në Allahun subhanahu wa taala si krijues. Me besu që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili meriton adhurimin. Përderisa është krijuesi, atëherë Allah subhanahu wa taala është i vetmi i cili duhet t'i bindemi ne, duhet ta adhurojmë. Po këtë fetrë, këtë natyrshmëri Allah subhanahu wa taala ka vendosur në shpirtin e çdo kujt prej njerëzve. Tek është ajo dihet, nga se ka gjitha do thot i bindën Allahu subhanahu wa taala. Mirë po njeriu Allah subhanahu wa taala njeriu e ka lënë të lirë me zgjedhje. Apo i bindet Allahut apo jo. Por Allah e ka ndihmuar njeriu që në shpirtin e tij ka vendosur fitrën, natyrshmërinë, që ai lind i ktill. Don lind duke besuar Allah subhanahu wa taala si Zot, si krijues. Ai vetëm që e meriton adhurimin, por ai vetëm që duhet na ibadetet tona sinqerisht me ia kushtuar vetëm atij. Çu thot Allahu subhanahu wa taala në surën Rum ayet 30, fa aqim wajhaka lid-din hanifa, fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha. Edhe drejtoje fytyrën tonë për fen e vetëm të pastër. Hanifën duke qenë i drejtë, duke i drejtuar vetëm Allah subhanahu. Duke u largu pi gjërave të tjera që adhurohen vend të Allah subhanahu. Kjo ka kuptimin hanif. Po duke drejtuar adhurimin ton duke ia kushtuar vetëm Allah subhanahu. Çka thot Allahu fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha. Kjo është fitra, natyrshmëria e Allah subhanahu në cilën i ka kriju gjithë njerëz. Mirë po çush ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj njeriu duke u rrit ndikohet pi prindërve të tij ose pi ambientit ose më vonë do thot pi mësimeve, pi ideologjive ndryshme edhe devijon prej kësaj fitre. Do ndikojnë edhe devijon prej kësaj fitre, po ose bëhet krishter ose bëhet jehudi ose bëhet megjus, pra idhujtar, ose tash do thot mohon krejt, bëhet ateist e kështu me radhë. Alhamdulillah. Edhe pasaj Allah subhanahu wa taala thot fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Edhe pasaj Allahu ja ka inspiru ty në shpirtrave fujurin edhe taqwa. Allah subhanahu wa taala këtu po fillon me fujurin para taqwas, edhe pse taqwaja është më e vlefshme se sa fujuri. Mirë po dietar ka thonë këto Allah subhanahu wa taala e ka thonë këtë mënyrë që më përshtat rima ajeteve. Fujuraha wa taqwaha. Fujur është çdo gjë që është kundërshtim me taqwa. Çfarë është taqwaja? Taqwaja është bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kurse fujuri është mosbindja, pra mi bë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Çdo mëkatar quhet fajir, por që ka bë fujur. Edhe pse do tek njerëz, po tek arabët e sotshëm, si fajir njihet ai i cili është i pandershëm, njëri që s'ka nder. Mirë, po në sheria tek është, po në fe fajir e përfshin çdo kush i cili ka dalë prej bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, pra i ka bë mëkat Allahut. Ose do të ka bë mëkat, ose do duke dalë krejt prej imanit, prej fesë, ose duke mos ju bind urdhave të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë thot Allahu në surën Mutaffifin ayeti 7? Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin. Kurse si është ashtu, mirë po, libri i fujjarëve është në Sijjin, por që është vendi më i ulët xhehenam. Kush është qëllimi për fujjarët, thonë janë jo besimtarët. Qase ata kanë dalë për bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, por kanë adhuruar të tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Po janë jo besimtarë, nuk e kanë bindur Allahut subhanahu wa taala në fenë e tij. Edhe Allahu subhanahu wa taala këtyre shpirtrave jo mëson ose inspiron takvallahun,
takwaja. Po takwaja, Allah subhanahu wa taala u mundson shpirtrave besimtarëve që me pas takwa e cila vjen përputhje të plot me fitrën. Po kur njeriu i kryen adhurimin ndaj Allah subhanahu wa taala, obligimet që ai ka, urdhat e Allah subhanahu wa taala, largohet prej harameve kështu më radh. Atëherë kjo është përputhje të plot me natyrshmërinë që ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Edhe Allah e inspiron besimtarin që do thotë me pas takwa, ju bind Allahu subhanahu wa taala. Kurse fujuri është ai që bën fujur, ai ka dalë prej kësaj fitre, prej kësaj natyrshmërie. Pra ka kundërshtuar natyrshmërinë që ka krijuar Allah subhanahu wa taala. E nga njëra Allah subhanahu wa taala disa shpirtrave ja inspiron fujurin, si ndëshkim për ta. Për shkak se ata kanë deviju, Allah subhanahu wa taala i devijon ata. Çfarë thot Allahu? Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Surën Saf ajeti 5. Kur ata devijun, edhe Allah subhanahu wa taala i devijoi ata. Allah subhanahu wa taala bën si ndëshkim kur ata do thot e mbyllin zemrat e tyre dhe nuk doin me pranu të vërtetën, Allah subhanahu wa taala tani ja volon zemrat edhe ata i devijon edhe më shumë. Pra ajo inspiron fujurin në shpirtin e tyre. Mirë po Allah subhanahu wa taala nuk e bën zullum pa drejtësi askujt. Mirë po ai që është i njohur që nuk e pranon të vërtetën, nuk e dëshiron të vërtetën. Edhe s'don kurse si me pranu të vërtetën. Edhe pse ju ka bëu qartë, Allah subhanahu wa taala ja devijon zemrat aty. E vazhdon Allah pastaj thot qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai i cili e pastron këtë shpirt. Po ka shpëtuar, qëllimi fauz, kemi thënë më herët, është me arrit atë që e synon, që e dëshiron. Edhe me ik mu largu për asaj që i friksohesh. Po ka shpëtu, e ka arrit këto ai i cili e pastron shpirtin e tij. Po bën tezkia. Këto qëllimi nuk është tezkia mu lavdru. Pra pastrimi i cili është i ndalum. Që thot Allah subhanahu wa taala fala tuzakku anfusakum, sura An-Najm, ajeti 32. Mos e pastroni veten e juaj. Qëllimi është mos e lavdroni. Don kjo është e ndaluar. Mirë po qëllimi është që ka shpëtuar i cili e pastron shpirtin e tij prej shirkut. Po për gjithë llojet e shirkut. Për shirkut të madh, shirkut të vogël, shirkut të haptas, shirkut të fshehtë kështu më radh. Edhe pastron shpirtin e tij prej mëkateve. Po për dytësirave, për llojeve, për njollave të mëkateve. Po ai që vepron kështu, ai ka pastruar vërtet shpirtin me një pastrim, i cili pasojë rezulton në shpëtim. Po ka shpëtuar ai i cili e pastron shpirtin e tij prej këtyre gjërave. Wa qad khaba man dassaha, kurse ka dështuar edhe është zgënjy ai i cili e hedh shpirtin e tij në shkatrim, edhe në mëkate. Pra dassaha është kur njeriu devion edhe shpirtin e tij e drejton drejt ose e hedh në shkatrim. Prandaj njeriu vazhdimisht ka nevojë me lut Allahun subhanahu wa taala që me forcun këtë fe. Me forcun bindjen në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po me forcun Allahu subhanahu wa taala në fjalën e vërtetë, shahadat, fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Vazhdimisht do ta lutim Allahun subhanahu wa taala që më na forcon fenë e tij, që na dhon dije dobishme. Edhe më na mëson me bëj vepra të mira. Nëse Allah subhanahu wa taala na ka premtuar se i përgjigjet lutjeve tona. E më shumë që kemi nevojë me lut Allahun është kjo. Para shumë gjërave tjera që e lutim Allah subhanahu wa taala. Po me lut që Allah subhanahu wa taala më na forcoj zemrën tonë këtë fe. Më na shtu dijen e dobishme, veprat e mira. Allah subhanahu wa taala thotë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur robët e mi pyesin ty për mua, jam afër. Allahu na ka premtuar që është afër, ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, përgjigjem lutjet kur ai më lutet mua. Po lloj përgjigjet lutjeve tona, na do të vazhdimisht me lut Allahun subhanahu wa taala që më na forcon këtë fe. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Prandaj thotë ata le të më përgjigjen mua, edhe le të më besojnë mua, e unë do t'i udhëzoj ata. Po në mirë që të jenë të udhëzuar. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa taala thotë kadhabat thamudu bit tagwaha. Thamudi përgënjeshtruan për shkak të prishjes tyne. Pra Thamudi është emër i një fisi që ka jetuar në kohën e Salihit alayhis salam, po pejgamberi tyne apo dërguari tyne kon Salihi alayhis salam. Edhe banesat e ndërtesat e tyne janë Hijr, që edhe sot e kësaj dite do thot ekzistojnë. Allah subhanahu wa taala u përmend mushrikët e Mekës se gjatë rrugtimit tyne që kanë bërë për tregti, për në Sham, Damask janë, po t'ju kaloni gjatë ditës së natës afër vend banimeve të Thamudit. Edhe i shenë sysh i ka shkatruar Allah subhanahu wa taala, ata prap nuk merrin pse. Po
Po edhe sot e kësaj dite ekzistojnë banesat e tyre. Edhe Salihi alayhis salam, si çdo pejgamber tjetër, e ka thirr popullin e tij që me adhuru Allahun subhanahu taala vetëm edhe mos u bë shirk Allahut. Mos më shoqëru të tjerë në adhurim. Çu thot Allahu subhanahu taala: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Asnjë të dërguar që kemi dërguar para teje, ose kemi dërguar me asnjë mision tjetër veç se me ju thonë njerëzve adhuroni Allahun subhanahu taala. Po adhuroni vetëm Allahun subhanahu taala. La ilaha illa ana. Nuk ka të adhuruar me të drejtë për shme. Fa'budun edhe vetëm mua me adhuroni. Po ky ka qenë misioni me cilin u dërguar këtë pejgamber. Po edhe Salihi alayhis salam i ka thirr popullin e tij që me adhuru Allahun subhanahu taala vetëm. Edhe Allah subhanahu taala ka dhënë shaj. Po në mrekulli që me vërtetu pejgamberinë e tij. E kjo ka qenë një deve shumë e madhe që Allah subhanahu taala ka dhënë Salihit. E cila ka pi prej pusit, ka pi ujë. Për shembull, nëse ka pi sot, më herët nesër ju ka dhënë qumsht. Ose disa dietar kanë thonë që aq sa i kanë dhënë me pi ujë dikush, aq edhe i ka dhënë ajo qumsht. Më një herë aty para te ja ka bërë qumsht. Mirë po, çfarë është e themini, kjo vjen është kundërshtim me Kur'anin, nga se Allah subhanahu taala thotë laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Për surën Shuara në ajetin 155 Salihu ka thonë ajo ka një ditë kur ka me pi, edhe ju e keni ditë caktuar kur keni me pi. Po ata kanë pi një ditë caktuar pe aty pusit, ajo ka pas ditën e caktuar. Mirë, po më një herë si ka pi nesërmën, do t'ju ka dhënë qumsht, edhe kanë mujt me diel edhe ju ka dhënë qumsht shumë. Mirë, po nuk e ka bërë dobi kjo argument apo kjo mrekulli popullit Salihit. Prandaj Allah thotë këtë dhe vetë Thamudu bit taqwa. Thamudi përgënjeshtroi për shkak të kryenëçisë tyne, arrogancës. Pra kjo bit taqwa që kjo beja është arabisht quhet ba sebebie, beja që tregon arsyen, shkakun. Pse kanë përgënjeshtuar ata? Për shkak se kanë qenë i kanë të i kalu kufit. E tregu arrogant, kryenëç. Prandaj kanë përgënjeshtuar të dërguarin e Allahu subhanahu taala Salihin. E cila ka qenë ajo vepra që i ka bërë ata mi të i kalu kufit, thot idhim ba'atha ashqaha, kur më i keq i tyre shkoi me shpejtësi ose lvizi me shpejtësi. Po kjo e kallzon arsyen pse ata i kanë të i kalu kufit. Po i kanë bë taqwa. Pra i kanë të i kalu kufit, ju bë kryenesh. Po më i keq i tyre ka shku me shpejtësi, edhe po ai që ka qenë pozitën më të lartë të keqës. Po më i keq i tyre është ai i cili thotë ka shku me shpejtësi, edhe ka thonë në qëllimi është e ka dashur me therr edhe e ka therr devën e Salihit alayhis salam. Po mrekullinë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po ai Salihu ka thonë nakat Allahi wa suqiha. Keni kujdes, ruani devën e Allahut. Po e ka atribuar Allahut nga se ka qenë shenjë provë prej Allahut subhanahu wa taala. O suqiaha edhe lane do thot me pi ujë lirshëm. Po mos i bëni keq diçka devës të Allahut subhanahu wa taala. As mos e therrni ato, as mos e mbytni, as do thot mos i bëni diçka të keqe. Mirë po, do thot rezultati ka qenë e kundërta. Allah thot fa kadhabuhu, ata përgënjeshtruan Salihin. Ai kanë thonë ti nuk je i dërguar, ti veç po na harron neve. Po ti je gënjeshtar. E kështu ka qenë do thot gjendja me këtë popujt tek cilët ju dërguar pejgambert e Allahut subhanahu taala. Po gjithmonë ata i kanë përqesh pejgambert e Allahut subhanahu taala edhe ju kanë dhënë epitete apo nofka ndryshme. Për shembull Allahu subhanahu taala surën Dhariyat në ajetin 52 thotë kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Thotë kështu ka qenë edhe tek ata para teje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa që ju ka ardhur pejgamber çka ka thonë? Ka thonë ose është magjistar ose është i çmendur. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kështu i kanë thonë. Për nga thonë magjistar, i kanë thonë rënd si madh, gënjeshtar i madh, i çmendur, poet, fallxhor. Oni kanë gjitë emra ndryshëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë ndryshme. Mirë po, këto gjëra që të tjerë i thonë për pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala, por për besimtarën në përgjithësi, to vetëm që ngritin shkallët e tyre te Allahu subhanahu wa taala. Ngritin pozitat e tyre te Allahu subhanahu wa taala. Po nuk i dëmtojnë ata as pak.
E nëse ata do thot kur i dëgjojnë këto lëndime dhe këto ofendime, bojnë sabër, dhe shpresojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, atë do të gjejnë shpërblim të madh te Allahu subhanahu. Allah thot fa kadhabuhu fa aqaruha. E përgjështuan Salihin alayhis salam edhe e therrën devën e tij. Kjo shpreha që u përdor këto aqaruha, do thot aqara në gjuhën arabe është kur për me therr ma lë devën ja prej njënën kom. Edhe i rrëzohet pastaj e therr. Kështu ka vepruar me devën e Salihit. Do dhaj popull zullumçar i madh. Do populli Salih që e ka përgjithësuar Salihin edhe devën e Allah subhanahu taala që ka dërguar si shenjë, si mrekulli për me besu ata, do thotë e kanë lënduar këtë mënyrë. Pra sparja ka godit njënën kom, pastaj e kanë therrë ato. Allah subhanahu taala shkaku i saj është që ata i ka shkatruar, i ka rrënjos me dënimin e tina. Prandaj thotë fadamdam alehim rabbuhum. Edhe Zoti i tyre thotë i ka shkatruar ata, i ka shfaros me dënimin e tina. Fjala damdam në gjuhën arabe është që për qëllim që kjo fjalë përdor këto për qëllimin e ka që dënimi i Allahut i ka përfshirë gjithë. Po në gjuhën arabe thuhet damdamatil bi'ru. Pusi u bë damdama do hon kur dheu bjen edhe në zëm pusin. Po kur shembet dheu dhe në zëm pusin, atë nuk mbet kurrë pi bunarit, pi pusin. Ashtu edhe dënimi i Allahut subhanahu taala i ka përfshirë gjithë ata. Kjo ka kuptimin damdam. Toni ka përfshirë këtë. Bidhem bihim për shkak mëkateve tyre, thot Allah subhanahu taala. Për shkak të mëkateve tyre. Pasi Allah subhanahu taala nuk i bën padrejti askujt. Allah subhanahu taala asnjë pikë nuk i bën padrejti askujt për njerëz. Mirë, po njerëzit janë ata që i bojnë padrejti vetes tyre. Prandaj mëkatet janë shkaku kryesor ku ndodhin shkatrimet edhe çrregullimet në tokë. Kudo që shesh në pjesë tokës që aty ka shkatrime, çrregullime, atë dihet që arsyeja ose shkaku i saj është mëkatet aty në njerëz, aty në banorën, aty në vendet. Do faji është ata. Qysh thot Allahu subhanahu wa taala sura Rum ayeti 41, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Thot shkatrimi u shfaq në tokë edhe në deti, thot Allahu subhanahu wa taala. Jo është tokë, po në deti u shfaq shkatrimi. Pse? Thot bima kasabat aydin nas, për shkak të veprave të njerëzve, pra për shkak të mëkateve tyre. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë mënyrë ndeshkon ata edhe i bën me shiju ndënimin e Allah subhanahu wa taala për shkak të veprave tyre, për shkak të gjunohave tyre. Edhe thot le'allahum yarji'un, që edhe ndoshta kthehen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Po kur e shohin që po i vjen dënim prej Allah subhanahu wa taala, atë pendohen dhe kthehen te Allah subhanahu wa taala. Ose që thot Allahu, "Wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alayhi al-qawlu fadammarnaha tadmira." Thot kur na dojna me shkatrun një vend, thot atëherë na i urdhnojna të pasurit e atij vendi. Po i urdhnon Allah subhanahu wa taala me drejtësi, që më përmbajt drejtësisë. Mirë po thot fafasaku fiha, ata nuk i përmbajnë urdhën të Allah subhanahu wa taala. Po çka? Do thot i shtojnë edhe më shumë gjinat, i shtojnë më shumë mëkatet, i shtojnë edhe më shumë brapshtit. Atëherë thot Allahu fa haqqa alayhi al-qawl. Kështu bëhet hak detyrë që me ra fjala e dënimit të Allah subhanahu wa taala mbi atë vend. Edhe thot fadammarnaha tadmira, dhe shkatrojnë fare atë vend, pas e lajnë hiç me ekzistu. Edhe Allah subhanahu wa taala gjithashtu i drejtohet njerëzve më të mirë që kanë ekzistuar mas pejgamberëve. Po brezit më të mirë për gjitha brezave mas Muhamedit, do thot deri në ditën e Kiametit. E që janë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ju thot? Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Në surën Ali Imran ajeti 6. Thot kur ju e goditni fatkeqësia, fatkeqësi thot me cilën ju e keni goditur armikun e ju 2 fish më shumë. Po qëllimi është betejën e Bedrit. Pastaj kur i ka godin do fatkeqësia në betejën e Uhudit, Allah subhanahu wa taala thot ju 2 fish më shumë e keni dëmtuar armikun më herët, pra në betejën e Bedrit. Çka thot? Jo thot prej nga kjo. Kanë ardhur kjo fatkeqësi, ky dënim prej Allahut. Allah thot kul huwa min 'indi anfusikum. Thuaj, kjo është prej vet juve. Po kjo është prej veprave të juve, po prej mëkateve të juaja. Pra njeriu kur goditet me fatkeqësi, atë këtë shkaku i saj është vetvetja e tij. Pro gjunat edhe mëkatet e tij. Gjithmonë le të drejtojë gishtën e fajit vetes tij. Po gjunat dhe mëkatet që ka bëu Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allah thot fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim. Allahu
do t'i shfarosi ata, ose dëshkimi Allah subhanahu taala i përfshirë të gjithë bidhem bihim, për shkak të mëkateve tyne. Fasawaha, thot edhe e ka rrafshuar atë, pra i ka shkatruar pit parit deri në fundit. Krejt, Allah subhanahu taala ka përfshirë me shkatrim atë. Saqë s'ka mbet asnjë prej tyre gjallë. Po, mos këtë janë kanë mbet vetëm si kufoma ngrita. Po mas dënimit të Allahut subhanahu taala. Edhe çka thot në fund Allahu wala yakhafu uqbaha. Edhe Allahu nuk ja ka friksu fare pasojave. Pra Allahu subhanahu taala nuk i ka friksu përfundimet këtyre njerëzve mbasi që i kanë dëshkuar këtij populli. As nuk i ka friksu pasojave. Nga se Allah subhanahu taala është absoluti, i përsosur. Kurse mbretërit udhëheqësit e tjerë, për shembull, nëse triumfojnë ndaj një vendi apo e ndëshkojnë dikon tjetër, ata vazhdimisht janë në frikë. Mos herën tjetër ata po triumfojnë kundër këtyre, edhe jo, do thotë po del topi në anën e tyre, do thotë ata pastaj e ndëshkojnë 2 herë më shumë ose edhe më shumë për shkak të veprave të tyre. Mirë pa Allahu subhanahu taala dorën tina është e gjithë sundimi. Allahu subhanahu taala nuk i ka friksu pasojave të këtij ndëshkimi. Allahu subhanahu taala është ai i cili, që është i gjithë sundimi takon atij. Edhe gjithë hamdi, falënderimi dhe madhrimi takon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala është shumë i madh, edhe fuqia Allahu subhanahu wa taala pushteti i tij gjithashtu është shumë i madh. Edhe këtu përfundon komentimi i kësaj sure. Inshallah ndërsa në ardhshëm do të vazhdojmë me surën tjetër që vjen pas saj, është sura Al-Layl. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.